Ungjilli I shenjtë I sotëm është nga Gjoni kapitulli 16, 5 deri 15, dhe le të grihemi dhe të dëgjojmë. Por tani, unë po shkoj tek ai që më ka dërguar, dhe askush nga ju s'po më pyet, ku po shkon? Madje, për shkak se ju thashë këto gjëra, trishtimi e ka mbushur zemrën tuaj. Megjithatë, unë ju them të vërtetën, është mirë për ju që unë të shkoj, sepse, po nuk shkova, nuk do të vi të ju ngushëllueshi, por, po shkova, unë do t'ju dërgoj. Dhe kur të ketë ardhur, ai do të binde botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim. Për mëkat, sepse nuk besojnë në mua. Për drejtësi, sepse unë po shkoj tek Ati dhe nuk do të më shihni më. Për gjykim, sepse princi I kësaj botë është gjykuar. Kam edhe shumë gjëra të tjera për t'ju thënë, por ato ende ju nuk mund t'i mbani. Por, kur të vi ai, fryma e së vërtetës, ai do t'ju prije në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë gjithçka ato gjëra që ka dëgjuar, dhe do t'ju kumtojë gjërat që do të vinë. Ai do të më përlëvdoj, sepse do të marrë prej meje dhe do t'ju kumtojë. Të gjitha gjërat që ka Ati janë të mua. Për këtë ju thashë se ai do të marrë prej simës dhe do t'ju kumtojë. Ky është ungjilli I Zotit, lavdi për ty, Krisht. Si vepron Perëndia? Në Testamentin e Vjetër në Sakaria 4 dhe vargu 6, Perëndia thotë: jo me forcë, as me pushtet, por me anë të frymës sime. Kur Perëndia thote këto fjalë, bëhej fjalë për ndërtimin e tempullit. Por I njëjti parim ka vlerëtur gjithmonë kur ndërtohet kisha Perëndisë. Dhe vazhdon të vlejë edhe sot. Perëndia ndërton atë me anë të frymës së Tij. Për këtë flet edhe Jezusi në ungjillin e sotëm. Çfarë thotë Jezusi në ungjillin e sotëm? Ai thotë, ose nuk thotë saktë si kjo, por ai thotë se pa frymën nuk ka kish. Pa frymën nuk ka kish. Kështu ka qenë gjithmonë. Pa frymën e Perëndisë, ose shpirtin e shenjtë, ose frymën e shenjtë, kisha nuk do të kishte ekzistuar kurrë. Jezusi e thotë këtë. Dhe teksti I sotëm është gadita para vdekjes së Jezusit. Dishepujt janë plot trishtim. Jezusi sapo u ka thënë se do të largohet. Ata mendojnë vetëm për humbjen, ashtu si kur dikush vuan nga një sëmundje e paqërueshme, dhe koha është e shkurtër, dhe mendja rritek zbrasëtia që do të mbetet pas. Dhe është e kuptueshme që dishepujt nuk I kuptojnë fjalët e Jezusit kur ai thotë: për të mirën tuaj është që unë të shkoj. Sepse për ndryshe,
nuk vjen ndihmësi, fryma e shenjtë, fryma e së vërtetës. Krishti nuk do të fshihet. Po të ishte vetëm Jezusi nga Nazareti, do të mbetej veç kujtimi, dhe ai do të zbehej. Por tani vjen diçka e re. Ai shkon tek Ati, gjitet në fron mbi gjithë botën, me gjithë pushtetin në qell e në tokë. Ai dërgon frymën që mund të veprojë kudo në tokë e në të gjitha kohërat. Puna e tij është të bëjë Jezusin të gjallë dhe të lavdërojë atë. Kur vjen fryma, atëherë fillon me të vërtetë. Fillon me të vërtetë predikimi, ungjillësimi, misioni dhe mesazhi që përhapet nëpër gjithë botën. Ka qenë pjesë e veprës së frymës edhe kur misionarët e parë erdhën në Shqipëri dhe u ndërtuan kishat e para këtu. Ishte tingëllua e parë në këto troje tingujve të kambanës së frymës që jehonte nga Jerusalemi. E shohim këtë edhe në themelimin e kishës sonë. Ndodhi si që ndodhin këto gjëra me drejtimin e Perëndisë, por përmes mjeteve e strukturave njerëzore. U bën aplikime, u themeluan një fondacion, u hartua rregulloria kishtare, dhe u bën pagësimet e para. Por prapa, gjithçkaja qëndron vullnetin e Krishtit. Të bëhen dishepuj nga të gjithë popujt. Dhe fryma dërgohet për ta kryer këtë, sepse pa fryma, pa shpirtin, nuk ka kish. Kështu është edhe sot. Mund të ngresh një organizatë kishtare, të vendosësh shërbesa e të mbash aktivitetin në këmbë me vendime të mençura e shpërndaje fondesh, por pa frymën nuk ka kish. Pa çka ndërtash, organizatash e të tjerash. Edhe Jezusi flet për këtë në tekst. Çfarë do të bëj fryma? Janë 3 gjëra. Kur të vijë, do ta bindë botën për mëkat, drejtësi dhe gjykim. Këtë nuk e realizon dot asnjë veprim e jashtëm, as dekreti një mbreti, as themeli e një kish. Vepra frymës ndodh në zemër e ndërgjegja. Nuk mund të detyrohet dhe prandaj nuk ndodh të gjitha. Fryma do të tregoj 3 gjëra. Me parë, fryma do të tregoj çfarë është mëkati. Dhe Jezusi po vazhdon sepse nuk besojnë në mua. Që është e gabuar e turpshme të trajtosh një mik, të torturosh një fëmijë, të shfrytësosh të varfrit. Edhe bota kupton këtë. Por, mëkati i vërtet, pas së gjithash, më i madhi, i vetmi që na ndan për lyeshëm nga Perëndia, mund të tregojë vetëm fryma. Dhe kjo është mosbesimi ose mëkati. Në dytë,
Fryma do të tregoj çfarë është drejtësia. Dhe Jezusi po vazhdon. Unë shkoj tek Ati. Pse? Djata e re përgjigjet. Krishti ka hyrë me gjakun e vetë në shenjtoren e shenjtëroreve. Ai ka hyrë në vetë qelin për të dalë përpara Perëndis për ne. Ai ka shkuar tek Ati si ndërmjetës i ynë që është i drejtë, që ka një drejtësi që mbullon të gjithë, një drejtësi që u jepet të gjithë atyre që besojnë. Kjo është e vërteta e drejtësisë. Se si bëhet njeriu i drejtë para Perëndis. Me anë të besimit në Jezusin. Me tretë, fryma do të tregoj çfarë është gjykimi. Dhe Jezusi po vazhdon, prijësi e kësaj botë, ose princi i kësaj botë është gjykuar. Kush është kjo princ? Prijësi e kësaj botë është Satani ose djalli. Ai nuk ka asnjë të drejtë mbi ata që besojmë. Asnjë pushtet për të na sunduar, asnjë autoritet për të na akuzuar. Padyshim që jemi të padenje, por për hir të Krishtit jemi fëmijë të Perëndis. Kush beson në të nuk hyn në gjykim. Kjo është e vërteta që fryma e së vërtetës na bën të njohur dhe pastaj na ndihmon ta besojmë. Kështu kisha është kisha e Perëndis. Kjo predikohet. Kjo frymë ose ky frymë bën njerëz mirënjohës dhe të qëndrueshëm, besnikë në punë, e plot gëzim në kishën e Perëndis. Thelbi përsëritet vazhdimisht. Në rënje mëkati është mos besimi që nuk do t'ja dije për Jezusin. Drejtësia është drejtësia e Krishtit që jepet besmitarëve dhe na nxjerr nga gjykimi e vdekja, që të jem i Tij e të jetoj e Tij shërbej në mbretërinë e Tij. Në drejtësi, pafajësi dhe lumturi të përjetshme. Këtë bën fryma. Dhe pa frymën nuk ka kish. Kjo vlen edhe për të ardhmen. Pa frymën nuk ka kish. Unë kam treguar tani 10 herë. Dhe në mënyrë të veçantë sot, kur kremtojmë njëjtën nga shërbesat e fundit hyjnor në këtë ndërtesë, pyesim si do të shkojë me kishën tonë. Kur dëgjojmë që fryma do t'ju shpall gjërat që do të vinë, ndoshta dëshirojmë që ai ta bëj këtë sot e të na zbulojë pak nga ardhmja e fshehur. Në fakt, fryma e bën këtë kur na udhëheq në çdo të vërtetë. Ishte një premtim para së gjithash për apostujt të zgjedhurit. Ata morën ndihmë të shihnin, kuptonin dhe na shpallnin çfarë bër Jezusi e kush ishte ai. Perëndia kujdes që ky premtim të mbahej për ne në djatën e re, të gjithë, sa na duhet e mund të dime në këtë botë. Por tani, ndihma e frymës nevojitet në çdo brez për të kuptuar. Është një mesazh për të gjithë njerëzit e të gjitha kohërat,
Prandaj, edhe për ne e kohën tonë. Nuk mund të kuptohet pa ndihmën e frymës, që na udhëheq në çdo të vërtetën për ne, për gjërat që janë shfaqur më vonë, por që Perëndia e dinte se do të vinin. Që të dëgjosh frymën e flasë, duhet para së gjithashtu të dëgjosh të vërtetën e vjetër për mëkatin, drejtësinë e gjykimit. Dhe pastaj të dëgjosh fjalën çdo ditë. Me të gjitha hallet, tundimet, dështimet, detyrat e punët përpara. Kështu fryma na prin në çdo të vërtetë. Dhe ja përgjigja për pyetjen tonë. Si do të shkoj me kishën tonë? Përgjigja është: pa frymën, asgjë nuk jeton vërtet. Është vetëm një makinë e vdekur që mund të lyhet vetëm aq sa të mbahet disi, por që nuk i shërben veprës së Krishtit, as shpëtimit të Perëndisë. Por me frymën e shenjtë, me frymën e Perëndisë, ajo do të jetë kisha e Perëndisë, edhe në të ardhmen, mjeti i Perëndisë, një kishë e gjallë. Fryma e vërtetës vjen të na prien në çdo të vërtetë. Nëse e lëm të na prije, atëherë nuk kemi arsye për shqetësim. Do të ndeshim situata krejt të reja dhe do t'i vendosemi përballë vështirësish e kërkesash që para ardhësit tan nuk mund t'i imagjinonin kurrë. Por nuk betemi veten me to. Ndihmësi, fryma e vërtetës është këtu, sepse kemi fjalën e Perëndisë, Biblën. Bibla që është dhënë për çdo kohë, edhe për ardhmen e panjohur. Edhe kemi sakramentet ku fryma e Perëndisë jep besim dhe na mban në besim. Dhe Perëndia ka premtuar se fryma e tij do të jetë me ne përmes këtyre mjeteve. Dhe ai do të vijë e do të na prije në çdo të vërtetë. Prandaj, të mbahemi pas kësaj fjalë, të mbahemi pas asaj që Perëndia na ka dhënë, të jemi besnik, dhe të kërkojmë vullnetin e Perëndisë për kishën tonë e për jetët tona. Pa frymën, pa fjalën e Perëndisë, nuk kemi asgjë, nuk kemi kishë. Por me të kemi gjithçka. Në fillim të këtij predikimi dëgjuan fjalën nga profeti Zakaria. Dhe ta mbyllim këtë predikim me të njëjtën fjalë. Perëndia thotë: jo me forcë, as me pushtet, por me anë të frymës time. Kështu e ndërton Perëndia kishës së tij. Amen.